Përshëndetje, mirë se vini në Shkodrën e bukur edhe kur vjen shi. Besoj se jeni mirë. Faleminderit shumë për mbështetjen e juaj, faleminderit për like and subscribe, damjet e çdo gjë. Atëherë, sot kisha dashur me fol me ju për fjalën e orë. Ora shqip është e njëjta fjalë në anglisht edhe frangjesht, l'ora, the hour. Edhe kjo është direkt e lidhur me fjalën shqip neri. Neri është prap në ton folja ëre, që kjo flet pikërisht për energjinë. Edhe në fjalën energji e kena prap normal këtë folje ëre, pra n në ergji, në ARG. Edhe qa deshta me thanë, pra ora është neri i njerit, edhe energjia e njerit. Në qoftë se na nuk majmë nerin ton, e aq ma tepër mundohena me majt nerin e njerëzive si tregohen ose sjellen në mënyrë të panershme, pra kjo na shkakton dëm te ora jon, pra te neri jon. Edhe normal që predatorët, çdo lloj predatorit don, çdo lloj parazitit don me tha orën e njerit, don me ja pi shpirtin. Edhe ata presin normal që njeri mos flasin, vetë gujohet, t'izolohet, edhe të keqësohet kështu pak. Edhe do me thonë bëhet një krim, po pa shaja superfaqësor, kisha me thonë, kur në fakt çdo gjë null në mënyrën e msheft, pra se pikërisht rrethana shkatruse munen me ja tha orën njerit, munen me ja shue nerin, edhe pse njeri munohet me u tregu e me kan i nershëm. Edhe secili prej nesh ka përgjegjësi për nerin e vet ose orën e vetit. Normal kena përgjegjësi për orën e fëmijëve ton, po jo me të rritun. Domethënë nuk duhet me ja majt orën, me ja majt nerin një njeri që tregohet edhe herë i panershëm, sepse na ashtu shkaktojmë karma, ashtu shkaktojmë pra trauma edhe çdo lloj shkatrimit të vetja, po normal është më tepër të trashëgimnia, pra të gjeneratat e reja të krejt civilizimit që jena ka ndërtojmë. Edhe limitet janë shumë të nevojshme, shumë domosdoshme, sepse ta njerëzit nuk majnë përgjegjësi, janë shumë të rrezikshëm. Edhe herë është një lloj iluzioni, domethënë ata të marrin ty si dashkurban e donin me të poshnu e tjera, po janë një iluzion i tymit, domethënë janë krejt të zhytur në dimensionet më të ulta të njerit, pra si është xhelozia, si është krahasimi, mentaliteti i mungesës, i pa mjaftësisë, domethënë si qenie njerëzore, si njeri i plot fuqishëm si jena me aftësitë njerëzore si kena, pra kur këto aftësi normal sakrifikohen, ora e njerit, neri i njerit s'ka ka me shkon të ju degeneru. Edhe ç'a mund të them tjetër? Besoj se kesh për sot, pra rujeni nerin e juj, e të fëmijëve tuj, rujeni orën e juj, edhe një fjalë që po më vjen kështu, ju ndoshta jo nuk keni ku me ditë, po emri i Omerit është deformu me vite, se normale dina se Omeri ishte domethënë ka jetu, ka kanë dëshmitar i luftës Trojës, edhe nuk ka kanë një domethënë një njeri si ka tregu histori që ka një prej tjerëve, jo, ka kanë një bashkëkohor domethënë me Trojant.
Troja është këtu në Shkodër, do me thonë kryeqendra e Trojës është këtu në Shkodër, si që kom thonë në video tjera, si që do të shpjegoj prap e prap. Po që adishta me thonë me Omeri, unë jam 1000% e bindun se emni original i Omerit, pra dëshmitar i luftës Trojës, këto në Trojet tona, emni ti është Ormiri. Sepse ju e dini se emna shqiptar, do me thonë kanë histori, kanë Armir, Ormir, po Ormir edhe para Armir, do me thonë është një emën super i lashtë, se sot nuk përdoret ash shumë, po pra përdoret, se këtu në Shkodër ka njerëzi edhe në vene tjera. Pra Omeri, që ka shkrujt Iliaden, është Ormiri. Të dashur miq, edhe do vi normal me video tjera për m'ju shpjegu sa e pabesueshme është, do me thonë fakti se nuk ka mundësi që Troja tjetë dikun tjetër se ku ka kanë gjithmonë, pra pikërisht këtu në veriun e Shqipënisë soçme. Ju puthe fort, ja kalu shi mirë, do shifin a do dëgjona, faleminderit edhe herë, ju lutem më shtetni punën teme sepse nuk do nalem, edhe gjithsesi do më shifni sepse do prezentoj shfaqje teatrit edhe librin si që kom fol, po edhe herë nuk du me fol shumë, po ju pres me shpirt e me zemër, por ata fëmijët e errësirës që kujtojnë që nuk i shoh ose nuk ja u shoh veprimet, dijeni se unë kam ardhur këtë jetë për me shfaq këto iluzione. Edhe pikërisht ata si donë mu çu prej gjumit, mirë se vinë, sepse këtu jena në dimensionin e ferrit, është e vërtet, po do me thonë që jena në dimensionin e parajsës atëherë. Ju buthe fort.